Martesa e vitit shkëlqente nën lustrat e Grand Hotel Bristol në Varshavë. Gotat e shampanjës shkëlqenin në duart e kujdesura në mënyrë të përsosur. Violinat mbushnin sallën e balit të mermerit me muzikë të butë, kurse kamarierët me doreza të bardha lëviznin nëpër sallë, duke mbajtur tabaka me kaviar dhe makaron të ardhë. Në qendër të gjithë kësaj qëndronte Gjon Kastrioti. I gjatë, i pashëm, mendje madh dhe i veshur me një smoking të qepur në mënyrë të përsosur, atë mbrëmje ai jo vetëm po martohej me të fejuarën e re, Veronikën Dukagjini, një model të ri mahnitës. Ai ishte gjithashtu i vendosur të poshtëronte gruan e vetme për të cilën e përbuste më shumë, Even Malsor, ishte gruan e tij. Vetëm një vit më parë, ajo ishte pranë tij si grua e qetë, duke bartur në bark fëmijën e tyre dhe duke ëndërruar për një familje të lumtur. Por kur jeta u bë e vështirë dhe ai nuk mundi të fshehë më problemet e veta, Gjoni e hodhi atë si një mbeturinë, paraqiti kërkesë për divorc, mbajti shtëpinë, zbrazi llogaritë dhe e la vetëm 7 zën me 3 plec. Thashë themet në qytet thoshin se ajo ishte e shkatëruar, e pafuqishme dhe e harruar, pikërisht ashtu siç Gjoni e dëshironte. Prandaj, kur i dërgoi ftesën për martesën e tij të madhe, nuk e bëri nga mirësia. Ishte një kurth. Ai donte që ajo të hynte në sallë, duke dukur e varfër dhe e shkatëruar, që të gjithë të ftuarit të mundeshin të qeshnin me të. Ai donte që bota të shikonte ndryshimin midis suksesit të tij të shndritshëm dhe varfërisë së saj të dukshme. Le të vijë në të 4 këmbët. Ai mburej me miq. Le të shohin sa poshtë ka rënë. Kjo do të më bënte edhe më të shkëlqyer. Por Gjoni nuk e vlerësoi frymën e Evës. E njëjta grua që ai dikur e qeshi, duke e quajtur të dobët, mbijetoi net pa gjumë me 3 foshnja të porsalindur. Ajo përjetoi thashë theme mizore dhe gëlliti çdo lot, derisa zemra e saj u bë prej çeliku. Ajo nuk do të hynte në martesën e tij në të 4 këmbët. Nëse do të shkonte fare, do të hynte me kokën lart dhe nuk do të vinte vetëm. Nata u bë e tensionuar, ndërsa thashë theme përhapeshin në përsallë. Disa përshpërisnin se Eva nuk do të guxonte kur të shfaqej. Të tjerë qeshnin, duke imagjinuar atë duke u rrëshitur në përdyert e pasme me rroba të huazuara. Veronika buzëqeshte me tallje, e sigurt se prania e saj do ta shtyp Evën plotësisht. Gjoni ngriti gotën, duke shijuar tashmë triumfin e poshtërimit që kishte përgatitur. Pastaj dera e hotelit u hap me një përplasje. Përshpëritjet u përhapën në përsallë si zjarr. Para hotelit ndaloi një limuzinë e gjatë, nga e cila doli Eva Malsor. Ajo nuk ishte më gruaja e lënguar, e braktisur, që të gjithë e kujtonin. Ajo kishte veshur një fustan elegant që shkëlqente nën lustrat, flokët e mbledhur si një mbretëresh, hapat plot hir dhe të patundur. Pranë saj shkonte Adem Vatër, një nga multimilionerët më misterios në qytet. Me prezencën e tij mbresëlënëse, dora e tij qëndronte mbrojtëse mbi shpinën e Evës dhe pas tyre 3 fëmijë të vegjël me kostume dhe fustane të përshtatshme. Ata e ndiqnin me sytë e mëdhenj dhe të pafajshëm, 3 plec, fëmijët e Gjonit. Muzika heshti, gotat e shampanjës ngecën në ajër. Përshpëritjet u shndërruan në një heshtje të habitur dhe për herë të parë buzëqeshja me ndjemadhe e Gjonit u zhduk. Para atij hyrje të mahnitshme që tronditi dasmën në Varshavë, jeta e Evës Malsor ishte e mbushur me hije dhe sakrifica. Ajo nuk lindi në pasuri. Ajo u rrit në një lagje të qetë pranë krujës. E rritur nga një nënë e vetme, e cila punonte 2 punë për të siguruar ushqim në tryezë. Që nga fëmijëria, Eva mësoi të vlerësoj gjërat e thjeshta. Vakte të ngrohta, rroba të dorës së dytë dhe dashuri, e cila nuk matesh me diamante, por me sakrifica. Në moshën 22 vjeç, Eva besonte se kishte gjetur përrallën e saj kur takoi Gjon Kastriotin. Ai ishte më i vjetër, i sigurt, si përmarrës në ngjitje me fjalë të ëmbla dhe buzëqeshje të lehtë. Për Evën, ai dukej si shpëtimtari. Ai i premtoi një jetë që ajo nuk e kishte pasur kurrë. Një shtëpi të rehatshme, një familje të ndërtuar mbi stabilitet dhe ëndra më të mëdha se sa bota e saj e lejonte ndonjëherë. Pavarësisht paralajmërimeve të qeta të nënës, Eva i dha zemrën e saj dhe jo shumë pas betimet e martesës. Ditët e para të martesës së tyre dukeshin të bukura. Gjoni e prite me lule, përshpëriste premtime për jetësie dhe betoi të adhuronte pafajësinë e saj. Eva, duke i besuar dashurisë me gjithë shpirt, u bë gruaja ideale.
Ajo la punën e vogël si pritse për të mbështetur karrierën e Gjonit, duke drejtuar shtëpinë dhe duke u kujdesur për çdo detaj të jetës së tyre. Ajo mendonte se dashuria do të thotë sakrificë. Ajo mendonte se besnikëria e saj do të mjaftonte. Por ndërsa pasuria dhe ambicjet e Gjonit rriteshin, ngrohtësia e tij u zhduk. Ai nuk e shihte më Evën si partner, por si një barë. Kur Eva u shtat zën, lajmi që e mbushi me gëzim dhe shpresë të dridhur, natyra e vërtet e Gjonit u shfaq. Në vend që të festonte, ai e qeshi. A nuk mund të përkthehesh vetë? Ai u grin. Si do t'i mbash tre? Sepse fati shkroi kthimin e vet mizor. Eva priste 3 fëmijë njëherësh. Ajo që duhet të ishte një mrekulli, u bë barë më e madhe e saj. Faturat mjekësore, raskapitja, frika. Eva i përballi të gjitha këto vetëm. Gjoni ndaloi së kthyri në shtëpi, ndaloi së marrë telefonatet dhe më në fund e hodhi nga shtëpia, duke e lënë vetëm me një valixhe dhe zemër të thyrë. Ndërsa ai mburrej me suksesin e tij me kostume të shkëlqyera dhe makina të shtrenjta, Eva flinte në divan tek shoqja, duke përqafuar barkun e saj në rritje, duke përshpëritur premtime fëmijëve në vetvete. Do t'i mbroj ju pa marrë parasysh çdo gjë. Netët ishin të gjata. Lirsat u bënën lullabja e saj e vetme. Ajo punonte me kohë të pjesshme, duke qenë shtatzën e përparuar, duke pastruar zyra dhe duke palosur rrobat në lavanderi për të kursyer çdo qindark për pampersa. Njerëz të panjohur e shikonin, disa me keqardhje, të tjerë me tallje. Trupi i saj dhemte, shpirti i saj çkërmoi, por ajo nuk u dorëzua kurrë. Çdo goditje në barkun e saj i kujtonte se lufta e saj nuk ishte vetëm për vete, ishte për 3 shpirtra të vegjël që kishin nevojë për forcën e saj. Kur fëmijët lindën, 2 djem dhe një vajzë, bota e Evës ndryshoi përsëri. Raskapitja u dyfishua, por edhe guximi i saj. Ajo i lëshonte në gjumë, duke fshehur lotët, duke kënduar të njëjtat lullab që këndonte nëna e saj. Ajo i ushqente me duar të dridhura, nganjëherë duke lënë mënjan vaktet e veta, që ata të kishin mjaftueshëm. Varfëria shtrëngonte fort, por dashuria e bëri të patundur. Bota mund të quante atë ish grua të varfër dhe të braktisur. Gjoni mund të qeshte me varfërinë e saj, por Eva malsor mbante brenda saj diçka shumë më të fortë se para ose statusi. Rezilienca. Ishte pikërisht ajo reziliencë e ftohur nga dhimbja dhe e lëmuar nga sakrifica që bëri që ditën kur hyri në martesën e Gjonit të mos ishte një moment poshtërimi, por triumfi, sepse vajza që ai braktisi u bë gruaja që ai kur nuk do të mund të shkatëronte. Grand Hotel Bristol në Varshavë ishte një pallat i maskuar si hotel. Salla e balit shtrihej më gjerë se një fush futbolli, e rrethuar me kolona mermeri dhe lustra, prej të cilave rrëshisnin mira kristale. Atë mbrëmje, çdo centimetër ishte projektuar jo vetëm për të festuar, por edhe për spektakël. Gjoni Kastrioti donte që martesa e tij me Veronikën Dukagjini të bërtiste me pasuri, fuqi dhe triumf. Ai donte që çdo i ftuar të dinte se kishte arritur majën, duke lënë pas jetën e tij të mëparshme të mjerueshme dhe ish gruan e varfër të tij larg prapa. Ftesat me buzë të artë u dërguan javë më parë tek elita e qytetit, investitorët, politikanët, celebritet dhe magnatët e biznesit. Ngjarja u shfaq në revistat të jetës, e reklamuar si bashkimi i sezonit. Reporterët u mblodhen jashtë me kamera të gatshme për të kapur çdo detaj luksoz. Limuzinat radhiteshin përpara hyrjes, duke dërguar të ftuar të veshur me veshje haute couture dhe smokinge që kushtonin më shumë se rrogat vjetore të shumë familjeve. Brenda, ajri pulsonte me qeshje të sipërfaqshme dhe dolli shampanje. Kamarier me doreza të bardha rrotulloheshin me tabaka me stridh dhe bishta homari, ndërsa një kuartet me harqe mbushte ajrin me Mozart. Në krye të sallës qëndronte Gjoni me një buzëqeshje të zbrazët të një njeriu që besonte se kishte fituar jetën. Krahu i tij me krenari përqafonte Veronikën, e cila duke i mahnitse me fustanin e saj dizajner, diamantët e shkëlqyer dhe vetbesimin arrogant. Veronika, 26 vjeç, shijonte vëmendjen. Më parë ajo ishte një model pak i njohur që luftonte për njohje. Tani ajo qëndronte pranë të fejuarit milioner në një dasmë me vlerë miliona. Ajo u përkul drejt Gjonit, duke i përshpëritur fjalë të ëmbla dhe duke buzëqeshur sikur salla të ishte skena e saj personale. Kamerat e adhuronin dhe ajo e donte çdo shkëlqim. Ajo nuk u shqetësua për përshpëritjet për ish gruan e Gjonit që rrotulloheshin në qoshe.
Në fakt, ajo e prisni që Eva të shfaqej. Veronika dëshironte të shihte se si kundërshtarja e saj do të thyej publikisht. Kumbarët e Gjonit e trokitnin në shpinë duke u përgëzuar për përmirësimin. Të ftuarit ngritën gotat jo vetëm për të festuar dashurinë, por për të vullosur aleanca dhe për të siguruar interesa të ardhshme biznesi. Në atë sallë të shkëlqyer, çdo gjë kishte çmimin e vet, dashuria, besnikëria, madje edhe dinjiteti. Dhe Gjoni e shijoi atë duke ngritur gotën e shampanjes lart dhe duke shpallur. Sot mbrëmje le të kaluarën pas meje. Vetëm suksesi më pret përpara. Por e vërteta ishte se Gjoni nuk e kishte ftuar Evën vetëm për të mburë me jetën e tij të re. Ai donte spektakël. Ai donte të provonte se ndërsa ai ngjitej lart, ajo kishte rënë. Ai donte që prania e saj të shërbej si një kujtesë e gjallë e superioritetit të tij. Disa të ftuar, të vetëdijshëm për divorcin e hidhur, qeshnin me idenë e Evës që vinte me një fustan të dorës së dytë, ndoshta duke dukur e brish, e raskapitur dhe e thyer. Me siguri do të vijë të kërkoj para. Ai mburrej Gjoni atë pasdite dhe ne të gjithë do të qeshim. Orkestra luajti më fort, ndërsa ceremonia përgatitej të fillonte. Funksionari ishte gati. Rregullimet e luleve parfumonin ajrin dhe salla pulsonte me pritje. Sidoqoftë, në shkëlqimin, një tension i qetë vlojte. Të gjithë pyesnin veten nëse Eva do të vinte. Pranë dyerve të mëdha të hyrjes, një heshtje e papritur pushtoi turmën. Stafi vrapoi, duke përshpëritur diçka tek njëri tjetri. Muzika heshti, kokat u kthyen drejt dyerve të arta, duke pritur, duke u pyetur. Gjoni buzëqeshi metalje, i bindur se kurthi i tij po aktivizohej. Buzëqeshja e Veronikës u zgjerua, e uritur për spektakël. Të ftuarit u përkulën përpara, kurioz dhe etsh për dramë. Asnjë prej tyre nuk e dinte se gruaja që do të kalonte ato dyert nuk do të ishte ish gruaja e thyer dhe e mjeruar që ata prisnin. Ajo do të ishte stuhia që do të shkatëronte iluzionin e tyre të përsosur. Gjoni Kastrioti zotëronte artin e mashtrimit. Për të ftuarit në sallën e balit në Varshavë, ai duke i fejuar ideal, simpatik, i suksesshëm. Një njeri që kishte ngjitur shkallët e pasurisë dhe kishte fituar çmimin më të lartë, një grua të re dhe mahnitse. Por nën smokingun dhe buzëqeshjen e stërvitur, shihej një njeri, ambiciet e të cilit gjithmonë ushqeheshin nga mizoria. Rruga e Gjonit drejt suksesit nuk ishte e shtruar vetëm me punë të rëndë. Ajo ishte gdhendur me tradhti, rrugë të shkurtra dhe premtime të thyera. Kur Gjoni u martua me Evën, mezi kishte një pagë modeste dhe ëndra të mëdha. Sakrifica e qetë e Evës, gatishmëria e saj për të sakrifikuar i dhan atij stabilitet. Por sapo karriera e tij mori vrull, Gjoni filloi ta shikonte atë si një barë. Ai ankohej për pamjen e saj të thjeshtë. Ai qeshte me faktin se ajo nuk u bëri ato të gruas së shokëve të tij të pasur dhe minimizonte çdo përpjekje të saj për të mbajtur familjen së bashku. Kur Eva zbuloi se priste 3 fëmijë një herësh, maska e Gjonit ra plotësisht. Në vend të gëzimit, sytë e tij u mbushën me llogaritje. 3 fëmijë nënkuptonin më shumë shpenzime, më shumë përgjegjësi, më pak liri në ndjekjen e pasurisë dhe kënaqësive. Ti mi shkatërrove jetën. Ai pështyri një natë, duke i rrahur dyert kur ajo po qante në dysheme. Që nga ajo kohë, vizitat e tij në shtëpi u bën gjithnjë e më të rralla, justifikimet e tij gjithnjë e më të çmendura, derisa më në fund e hodhi atë. Për të, Eva ishte vetëm një kapitull që ai donte ta fshinte. Veronika Dukagjini, zëvendësuesja e shkëlqyer, hyri në lojë. Veronika ishte gjithçka që Eva nuk ishte, të paktën në sytë e Gjonit. Ajo ishte e re, mahnitse dhe vinte nga një mjedis i pasur. Për publikun, ajo ishte një model në ngjitje, shpesh e fotografuar në ngjarje mod me shampanjë në dorë. Por pas make-up dhe veshjeve të dizajnerit, shihej një grua që po aq e llogaritur sa Gjoni. Ajo e pa atë jo si dashuri, por si një mundësi. Me Gjonin, ajo mund të siguronte për veten një stil jetese për të cilin ëndërronte. Diamant, jahta, festa në rezidenca. Ishte Veronika që e nxis. Atë dhe e bëri që ai të mburej me jetën e tij të re, ajo qeshte me thjesht përmendjen e Evës. Ftoje, përshpëriti ajo kur filluan planet për dasmë. Le ta shoh se çfarë humbi. Le të shoh të gjithë se çfarë fitua.
Mizoria e saj nuk qëndronte vetëm në provimin e superioritetit të saj, por në shkatërimin e çdo kërcënimi për pozitën e saj të re si zonjë kastrioti. Së bashku, Gjoni dhe Veronika ishin stuhia perfekte e arrogancës dhe lakmisë. Ata ushqeheshin me mendje madhësinë e njëri tjetrit, të verbër ndaj pëshpëritjeve përreth tyre. Disa të ftuar i admiruan guximin e tyre, të tjerë tunin kokat duke parandjerur katastrofën. Por as Gjoni as Veronika nuk u shqetësuan për këtë. Ata besonin se ishin të paprekshëm mbi gjykimin, të destinuar të jetojnë në një kënaqësi të pafund. Ndërsa Gjoni udhëhiqte Veronikën nëpër sallë, qeshja e tij tingëllonte bosh, por krenaria e tij rritej me çdo vështrim ziliqar. Ai e shijoi idenë e Evës që hynte e zbet dhe e brish, duke e vërtetuar botës se ai ishte përmirësuar. Veronika u kap pas krahut të tij. Bishti i saj me diamante kapte dritën. Sytë e saj shkëlqenin me pritshmëri mizore. Ata menduan se kishin shkruar dramën perfekte. Eva si personazhi tragjik, Gjoni si i fejuar i triumfues, Veronika si çmimi i mahnitës. Por historia që ata u përpoqën të shkruanin do të shembetej, sepse gruaja që ata hodhen si të dobët kishte ndryshuar dhe perandoria me të cilën ata mbureshin ishte ndërtuar mbi rër, duke pritur që Batica të merrte gjithçka. Dhe atë mbrëmje, Batica erdhi. Plani për të poshtëruar Evën nuk lindi vetëm nga arroganca e Gjonit. Ishte projektuar me kujdes, i pëshpëritur gjatë bisedave natëve midis tij dhe Veronikës. Ndërsa lulëzuesit rregullonin trëndafila dhe organizatorët praktikonin rrjedhën e ceremonisë, Gjoni dhe Veronika thurën mizori pas dyrëve të mbyllura. A je i sigurt se do të vi? Pyeti Veronika një pasdite duke u çlodhur në penthosejin e tyre. Ajo pipte shampanjë. Unaza e saj me diamante shkëlqente në dritën e qytetit. Do të vi, u përgjigj Gjoni me siguri. Eva është shumë krenare për të injoruar ftesën. Dhe edhe nëse nuk dëshiron, kurioziteti do të hajë të gjallë. Ajo do të dëshiroj të shohë se çfarë humbi. Veronika buzëqeshi keqas. E përsosur, sepse kur të kaloj ato dyert, ajo do të kuptoj se nuk i përket këtu, dhe të gjithë të tjerët gjithashtu do ta vërejnë. Ata e imagjinuan atë moment në kokat e tyre. Gjoni e imagjinoi Evën duke hyrë fshehurazi, të veshur me diçka të pamodës, ndoshta duke mbajtur një çantë të blerë me zbritje. Ai e pa atë të qëndronte siklet në skajin e sallës, ndërsa fotografët bënin foto të tij me Veronikën në fustanin e saj mahnitës. Do të ishte e përsosur. Një krahasim i heshtur që do e paraqiste Evën si të mirueshme dhe Veronikën si fituese. Por Veronika donte më shumë se një krahasim të thjeshtë. Ajo donte shkatërim. Le të sigurohemi që shtypi ta vërej, sugjeroi ajo. Unë do t'u them fotografëve ku të shikojnë. Ne do të buzëqeshim përpara kamerave dhe ajo do të jetë aty e padukshme pranë nesh. Ajo do të duket si fantazma e së kaluarës suaj që ju ndjek suksesin tuaj. Gjonit i pëlqeu ideja dhe shtoi, pas dollit do të bëj një doll, diçka të hollë, diçka që do të falenderoj të gjithë ata që më mbështetën kur të tjerët nuk munden. Të gjithë do ta dinë se unë po flas për të. Ata do të qeshën prapa gotave të tyre të shampanjës dhe ajo do të thyet. Mizoria e tij u thellua me çdo fjalë. Veronika qeshte duke imagjinuar lotët e Evës. Gjoni buzëqeshte duke u kënaqur me idenë e ish gruas së tij, duke u tkurrur në peshën e triumfit të tij të montuar. Për ta, dasma nuk ishte për dashuri, ishte për fuqi, për të vërtetuar se ata kishin fituar dhe Eva kishte humbur. Edhe ndarja e vendeve pasqyronte mizorinë e tyre. Gjoni i tregoi organizatorit të linte një karrige bosh afër pjesës së pasme në rast se nëse do të shfaqej ish gruaja. Ai i tha stafit ta shënonte gjithashtu. Veronika, me një shkëlqim mizor në sytë e saj, u sigurua që tavolina më e afërt me atë karrige ishte e mbushur me celebritete etëse për thashë theme, të cilat nuk do të harronin kohën për të përhapur thashë theme. Deri në mëngjesin e dasmës, plani ishte gati. Gjoni qëndroi përpara pasqyrës duke rregulluar butonat e mëngës, duke buzëqeshur në reflektimin e tij. Sot mbrëmje, i tha vetes, e fshi plotësisht. Veronika, duke veshur fustanin, pëshpëriti dhe sot mbrëmje unë bëhem e vetmja zonjë kastrioti që dikush do të kujtoj. Asnjë prej tyre nuk e imagjinoi se skenari i tyre i poliruar me arë dhe shampanjë do të shembetej në peshën e së vërtetës.
sepse Eva nuk do të hynte në kurthin e tyre si gruaja e thyrë që ata prisnin. Ajo do të hynte me një forcë që ata kur nuk e kishin parë dhe me aleat mjaft të fuqishëm për ta kthyer planin e tyre mizor në rënien e tyre përfundimtare. Kurthi që ata kishin vendosur për Evën do të mbyllej, por jo mbi ta. Nata para dasmës së gjonit, Eva u ul në buzën e divanit të vjetër në banesën e saj të vogël me kokën në duar. Dhoma ishte e ndriçuar dobët nga një llampë e vetme, e cila hidhte hije të gjata mbi letër muri të lyrë. Rreth saj lodra të shpërndara në dy sheme, në banak gishte gjysmë të zbrazta dhe nga dhoma e gjumit dëgjoheshin qarjet e buta të tre fishtëve të saj. Ajo u lëkun ngadalë. Raskapitja i rëndonte kockat. Jeta nuk ishte e mëshirshme që kur Gjoni e kishte hedhur, mezi i lidhte skajet, duke mbledhur punë të rastit, vetëm për të pasur çfarë të hajë. Ajo pastronte zyra natën, paloste rroba në lavanderi ditën dhe kujdesej për fëmijët e fqinjëve kurdo që mundte. Duart e saj ishin të çara nga kimikatet e pastrimit. Shpina e saj dhembej nga ndërrime të gjata dhe sytë e saj digjeshin nga net pa gjumë. Bota duke e etur t'i kujtonte për dështimin e saj. Miqtë e dikurshëm shmangeshin telefonatat e saj, duke përshpëritur se ajo kishte martuar mbi forcën e saj dhe kishte marrë atë që e merrte. Të huajt shikonin barkun e saj, pastaj karrocën e saj me gjykim në sytë e tyre. 3 fëmijë pa burr, pa para. Edhe në dyqan ajo ndjente thumbin e keqardhjes kur përdorte kuponat e ushqimit për të blerë qumësht pluhur. Atë mbrëmje, duke i vënë fëmijët në gjumë, ajo nuk mundi të ndalte lotët që i rrjedhën për faqe. Ju premtoj, fëmijët e mi, përshpëriti ajo, duke i rrëmbyer flokët e butë nga ballët e tyre. Unë nuk do t'ju lejoj të rriteni duke menduar se nuk jeni të dashur. Edhe nëse do të më duhet të thyhem, kur nuk do t'ju lejoj të ndiheni të braktisur. Por brenda vetes ajo po thyhej. Ftesa për dasmën e Gjonit qëndronte në tryezën e saj të kuzhinës. Buza e saj e artë shkëlqente tallse në dritën e dobët. Pothuajse e hodhi atë ditën kur erdhi. Megjithatë, atje qëndronte një kujtesë mizore se ndërsa ajo luftonte për mbijetesë, Gjoni jetonte në luks, duke festuar nën lustra dhe shampanjë. Ajo e dinte se ftesa nuk ishte nga mirësia, por nga mizoria. Ai e donte atë atje, ai donte të poshtërohej. Ajo e shtypi kartën në gjoks dhe ia dha zemrës. E ndar midis zemërimit dhe dëshpërimit. Një pjesë e saj donte ta digjte ftesën, t'i refuzonte atij kënaqësinë, por një tjetër, më e thellë dhe më e fortë, i përshpëriste asaj se nuk mund të ikte për gjithmonë. Ajo kishte kaluar shumë kohë duke u fshehur, shumë kohë duke u tkurrur në gjykimin e botës. Ndoshta kishte ardhur koha për ta përballur, pavarësisht se sa e dhimbshme mund të ishte. Sidoqoftë, frika e paralizonte. Ajo imagjinonte veten duke hyrë në atë sallë në fustanin e saj të thjeshtë, duke mbajtur fëmijët. Të gjithë sytë do ta gjykonin atë, çdo qeshje do ta shponte si thika. Ajo imagjinonte buzëqeshjen tallse të Gjonit, buzëqeshjen mizore të Veronikës, të ftuarit duke përshpëritur, ja ku është ish gruaja e varfër. Shihni se sa poshtë ka rënë. Zemra e saj dhembej nga turpi. Ajo nuk ishte e sigurt nëse mund ta duronte atë mbrëmje. Ndërsa shiu rrete në dritaren e saj, Eva u mbledh në divan dhe lejoi peshën e jetës së saj ta shtyp. Ajo qau derisa fyti i saj u dogj, derisa raskapitja e tërhiqej në një gjumë të trazuar. Në ëndrat e saj, ajo pa fytyrën e Gjonit duke tallur, duke i thënë asaj se ajo ishte asgjë. Ajo pa Veronikën duke qeshur, të varur me bishuteri dhe pa veten e saj, të vetmuar, të thyer, të padukshme. Eva ende nuk e dinte, por stuhia që ajo ndjente brenda vetes ishte i njëjti zjarr që së shpejti do ta çonte në sallë. Jo si viktim, por si një forcë që as Gjoni as Veronika nuk do të mundën kur ta përmbysnin, sepse fundi nuk ishte fundi i saj, por fillimi i ngritjes së saj. Drita e mëngjesit depërtoi dobët në përperdet e holla të banesës së Evës, duke nënvizuar raskapitjen e gdhendur në fytyrën e saj. Ajo mezi kishte fjetur. Mendja e saj rrotulloi midis frikës nga poshtërimi dhe zemërimit të qetë që digjej në gjoksin e saj. 3 fishtët e saj lëvizën në krevatët e tyre. Krahët e vegjël të shtrirë duke i kujtuar asaj të vetmin arsye për të cilën ajo vazhdoi të ecte përpara. Ajo u përkul për t'i puthur se cilin prej tyre, duke përshpëritur premtime për të cilat nuk ishte e sigurt nëse mund t'i mbante. Trokitja në derë e trem. Ajo hezitoi duke rregulluar trikon e saj të vjetër.
Vizitat ishin të rralla. Kur ajo hapi derën, u ndal. Në korridor qëndronte Adem Vatër. Eva kishte dëgjuar për të. Të gjithë në qytet e njihnin atë. Ai ishte investitori i lëvizshëm multimilioner, i cili rrallë shfaqej publikisht jashtë ngjarjeve charitable. I gjatë, i gjerë në shpatulla, me sytë që mbartnin peshën e shumë stuhive, Ademi ishte njëkohësisht i admiruar dhe i frikësuar. Ajo kishte parë emrin e tij në gazeta, të lidhur me transaksione të fuqishme dhe dhurata për spitale, por kur nuk e kishte imagjinuar se do të qëndronte në derën e saj. Eva Malsor, tha ai me një zë të qetë, të vendosur. Shpresoj se nuk ndërhyj. E hutuar, ajo tundi kokën. Po, jam unë. Por pse jeni këtu? Ai shikoi mbi supet të saj në banesën modeste. Lodra, krevatët, dëshmitë e luftës së saj. Për një moment, nofulla e tij u shtrëngua. Pastaj ai shikoi në sytë e saj. Sepse unë e di se çfarë ju bëri ai, dhe sepse unë e kam parë tashmë atë histori më parë. Eva u ngurtësua. Dyshimi u rrit. Nëse Gjoni ju dërgoi. Gjoni nuk më dërgoi, e ndërpreu Ademi me vendosmëri. Unë jam këtu sepse e pash nënën time duke kaluar në për atë që ju po përjetoni tani. Babai im e la atë për një grua tjetër kur ajo ishte e sëmur. Ajo vdiq nga kanceri në vetmi. Vite më vonë, zëri i tij u drit vetëm për një sekondë. Para se ta detyronte veten të vazhdonte, gruaja ime gjithashtu luftoi me kancerin. Unë bëra gjithçka që mundja, por përsëri e humba atë. Unë e di se si është të shohësh dikë që dashuron duke vuajtur nga mizoria dhe tradhtia. Dhe unë u betova se kur nuk do të qëndroja me krahët e kryqëzuar dhe të shikoja që kjo të përsëritej. Fryma e Evës u ndal. Ashpërsia në zërin e tij nuk ishte keqardhje, por një dhimbje e gdhendur thellë nga plagët e veta. Unë nuk dua mirësinë tuaj, përshpëriti ajo, me turp për dridhjen në tonin e saj. Ademi tundi kokën. Kjo nuk është mirësi, kjo është drejtësi. Gjoni beson se mund të mburret me mizorinë e tij pa pasoja. Ai gabon. Ju nuk keni pse ta përballni këtë vetëm. Ajo e shikoi atë. Zemra e saj e ndar midis mosbesimit dhe shpresës së brish që nuk e lejoi veten ta ndjej për vite. Pse do t'u interesonte një njeri si ai, me të gjitha pasuritë dhe fuqinë e tij? Por kur ajo shikoi në sytë e tij, ajo nuk pa gjykim. As tallje, vetëm mirëkuptim, sikur dhimbja e saj të pasqyronte të tijën. Unë nuk mund të hyj në atë dasmë, tha Eva me zë të thyrë. Jo në atë mënyrë, kur ai dëshiron që unë të thyhem. Atëherë mos hyni si viktima e tij, u përgjigj Ademi butësisht. Hyni si gruaja që ai nuk e vlerësoi. Unë do të sigurohem që kjo të ndodhë. Premtimi në zërin e tij ishte i patundur. Për herë të parë pas shumë vitesh, Eva ndjenti ndjesinë më të delikate të forcës duke u kthyer në gjoksin e saj. Ajo që ajo ende nuk e kuptonte, ishte se ky njeri, i thyer nga humbjet e veta dhe i rindërtuar nga dëmshuria, kishte për qëllim ta shndërronte skenarin mizor të Gjonit në fushën e betejës së rënies së tij. Dhe Adem Vatër kur nuk hynte në një betejë që nuk mund të fitonte. Ditët para dasmës së Gjonit u shkrin për Evën. Kujdesi për tre fishtët dhe lufta me dyshimet që e mundonin gjoksin. Ajo pyeti veten nëse kishte bërë një gabim duke e konsideruar fare ofertën e Ademit. Sa herë që shikonte ftesën e shtrirë në tryezën e saj, ajo ndjente peshën e mizorisë së Gjonit që e shtypte. Ai donte poshtërimin e saj, ai donte atë të thyrë. Por Adem Vatër nuk ishte një njeri që i hidhte fjalët në erë. Në mëngjes në ditën e dasmës, një limuzinë elegante e zezë priste përpara banesës së saj. Eva shikoi përmes dritares me mosbesim, duke i përqafuar fort fëmijët e saj. Fqinjet nxirrnin kokat nga dyert, duke përshpëritur të habitur. Për herë të parë pas shumë vitesh, ajo nuk po dilte nga shtëpia me një karrocë fëmijësh dhe shqetësim të shkruar në fytyrë. Ajo po hynte në diçka të jashtëzakonshme. Evo, tha Ademi, duke i dhënë dorën ndërsa ju afrua, sot nuk ka të bëj me të. Ka të bëj me të marrë dinjitetin tënë. Më lejo të ndihmoj të tregosh botës se kush je vërtet. Brenda limuzinës, ndenjëset e lëkurës shkëlqenin. Muzikë e butë mbushte ajrin dhe një stiliste priste me varse plot fustane. Eva u ndal. Kjo është shumë. Unë nuk mund. Ademi tundi kokën.
Keni hequr dorë mjaftueshëm. Më lejoni t'ju kthej diçka. Stilistja e udhëhoqi nëpër fustane, secili më mbresëlënës se ai më parshmi. Në fillim, Eva hezitoi. Gishtat e saj dridheshin duke prekur mëndafsh dhe saten. Por kur ajo vuri fustanin në ngjyrë safiri të thellë, dhoma dukej se ndryshoi. Pëllura i përshtatej figurës së saj, ngjyra i ndriçoi sytë dhe për herë të parë pas shumë vitesh, ajo nuk pa në pasqyrë një nën të raskapitur. Ajo pa një grua të rilindur. Fëmijët e saj, të veshur me smokinge të vegjël dhe fustane të përshtatshme, duartrokisnin me gëzim të pafajshëm. Nëna, ti dukesh si një princesh, thiri një nga djemë. Zëri i tij i pastër me krenari. Lotët u rrotulluan në sytë e Evës, ndërsa ajo i përqafoi ata. Ata e kishin parë atë vetëm me rroba të vjetra dhe me një buzëqeshje të raskapitur. Atë mbrëmje, ata pan forcën e saj duke shkëlqyer. Makiazhi fshiu hijet e netëve pa gjumë. Kaçurelat e butë kuadruan fytyrën e saj. Një varse me diamante, një dhuratë e qetë nga Ademi, qëndronte mbi kyçin e saj duke kapur dritën. Ajo e preku atë nervozisht, por ai vetëm tha, konsiderojeni sipas moren tuaj. Ndërsa limuzina lëvizte drejt Grand Hotel Bristol, nervat e Evës u çmenden. Ajo imagjinoi buzëqeshjen tallëse të Gjonit, qeshjen e Veronikës, pëshpëritjet e turmës. Duart e saj u bën të djersitura nga frika. Ademi e vuri re. A e dini se çfarë e bën një stuj të fuqishme? Pyeti butësisht Evën. Ajo e shikoi atë të hutuar. Ajo nuk kërkon leje, thjesht vjen. Sot mbrëmje ju jeni ajo stuhi. Ajo nxori një frym. Një qeshje e dridhur i doli nga buzët. Për vite me radhë ajo kishte të kurrur, kishte fshehur, duke u përpjekur të mbietonte, por atë natë ajo nuk do të fshihej. Atë mbrëmje ajo do të hynte në sallë jo si ish gruaja e braktisur e Gjonit, por si gruaja që ai kur nuk e njohu vërtet. Limuzina ngadalsoi përpara hyrjes së ndriçuar të hotelit. Fotografët u mblodhen jashtë. Kamerat e tyre shkrepnin me çdo mysafir që mbërrinte. Në momentin kur u hapën dyert, turma mori frym. Eva doli e shkëlqyer me fëmijët që e ndiqnin si trashëgimtar mbretëror. Ademi pranë saj shpërndante një fuqi të qetë. Për herë të parë pas shumë vitesh, bota nuk po qeshte me të. Ishte e habitur. Dhe brenda, skenari i përsosur i Gjonit ishte gati të shndërrohej në poshtërimin e tij më të madh. Grand Hotel Bristol shkëlqente si një mbretër i ari. Atë mbrëmje, të ftuarit vërshonin në sallën e balit me fustane dhe smokinge. Qeshja e tyre jehonte nën lustrat e varura me kristale. Kuarteti me harqe luante një melodë të butë, ndërsa shampanja rrjedhte si uji. Për elitën e mbledhur atje, nata ishte një shfaqje pasurie dhe fuqie, por për disa minuta do të bëhej diçka shumë më e paharrueshme. Dyert e arta të hyrjes u hapën ngadalë, pothuajse me solemnitet, dhe zëri i parë që ndërpreu muzikën ishte një pëshpëritje kolektive e turmës. Jashtë kishte ndaluar një limuzinë elegante e zezë. Karoseria e saj e lustruar reflektonte dritat e reflektoreve dhe shkrepjet e kamerave. Fotografët u shtyn përpara. Britmat e tyre u ngritën mbi muzikë. Kush po vjen tani? Dhe pastaj ajo doli. Eva malsor. Nuk ishte më nëna e raskapitur që kishte jetuar në heshtje. Ajo nuk ishte më ish gruaja e braktisur që Gjoni mendonte se gjithmonë do të ishte. Atë mbrëmje ajo ishte një vizion. Fustani i saj safir shkëlqente me çdo hap. Flokët i binin nën kaçurela të buta dhe varsja me diamante kapte dritën si një gur i çmuar koronal. Shpina e saj ishte e drejtë, mjekra e ngritur lart, sytë të qetë, por të vendosur. Ajo lëvizte me hijeshin e një mbretëreshe që nuk kishte më asgjë për t'u frikësuar. Pëshpëritjet u rritën. E shihni atë, ish gruaja e Gjonit. Duket e mahnitshme. Mendova se ajo kishte probleme, por Eva nuk ishte vetëm. Pranë saj shkonte Adem Vatër, multimilioneri enigmatik, vetë prania e të cilit mund të heshte një sallë të tërë. Kostumi i tij i errur ishte i qepur në mënyrë të përsosur. Dora e tij qëndronte me butësi, por mbrojtëse mbi shpinën e Evës. Pamja e tij duke e shoqëruar shkaktoi val tronditjeje në të gjithë sallën. Të ftuarit u përkulën, duke pëshpëritur me etje. Pse është me të? Ademi kur nuk sjell askënd në ngjarje të tilla. Çfarë do të thotë kjo?
Dhe pastaj goditja përfundimtare. 3 figura të vogla dolën nga limuzina. 3 fishtët e Evës, të veshur me smokinge të vegjël dhe një fustan të shkëlqyer. Sytë e tyre të mëdhenj reflektuan pafajësinë dhe krenarinë. Ata u kapën pas duarve të nënës së tyre, të pavetëdijshëm për kaosin që prania e tyre kishte shkaktuar. Pëshpëritjet u shndërruan në heshtje të habitur. Pëshpëritjet u përhapën në përsallë si zjarr. Janë fëmijët e tij. Duken tamam si Gjoni. O Zot, ai I braktisi ata. Brenda sallës. Buzëqeshja e vetbesuar e Gjonit ngeci në buzët e tij. Gota e tij e shampanjës dridhej lehtë në dorë. Për javë me radhë ai kishte mburë me poshtërimin që Eva do t'i bënte vetes, nëse do të guxonte të shfaqej. Por duke e parë atë duke hyrë në sallë me një multimilioner pranë saj dhe 3 kujtime të gjalla të tradhtisë së tij që e ndiqnin, poshtërimi ishte I tij. Fytyra e Veronikës u ngurtësua, buzëqeshja e saj e pikturuar u çarë në skaje. Ajo shtrëngoi krahun e Gjonit. Thonjtë e saj gërmonin nën mëngën e tij. Çfarë po bën ajo këtu? Dhe me të, u përshpërit ajo. Orkestra heshti duke humbur notat, ndërsa të gjithë muzikantët drejtuan sytë tek e ardhmja. Salla, që vetëm një çast më parë ishte e mbushur me qeshje dhe mendje madhësi, u shndërrua në një skenë plot tension. Të gjitha sytë ndoqën Evën, ndërsa ajo ecte mbi dyshemen e lustruar të mermerit. Themba e saj tingëllonte në ritmin e zemrave të përshpejtuara rreth saj. Eva nuk po nxitonte, nuk po tkurej, ajo lëvizte me një vetbesim të patundur. Vështrimi I saj I drejtuar drejt përpara, duke injoruar përshpëritjet, duke injoruar fytyrën e zbethë të Gjonit, ajo nuk ishte atje për të qenë viktima e tij. Ajo ishte atje për të rimarrë dinjitetin e saj. Dhe kur dyert u mbyllën pas saj, duke vulosur heshtjen, një e vërtet u bë e qartë për të gjithë në atë sallë të shkëlqyer. Gruaja për të cilën ata prisnin keqardhje, kishte ardhur si ajo që ata mund të vetëm të adhuronin. Heshtja në sallë shtrihej si qelçi që do të thyej për një moment. Eva qëndronte e drejt në fustanin e saj safir. Ademi pranë saj, 3 fishtët të kapur pas duarve të saj, përshpëritjet rriteshin, një stuj kurioziteti dhe skandali. Gjoni ndjeu se të gjitha vështrimet u larguan nga ai dhe Veronika drejt gruas që ai kishte shpresuar ta përmbys në turp. Zemërimi e diqte në gjoks. Kjo nuk ishte skena që ai kishte planifikuar. Ajo duhej të dukej e vogël, e dobët, e dëshpëruar. Në vend të kësaj, ajo I vodhi dritën. Krenaria e tij kërkonte veprim. Ai eci përpara, duke detyruar një buzëqeshje në fytyrë, duke ngritur gotën e shampanjës. Eja, tha ai. Zëri I tij jehonte mbi dyshemen e mermerit. Shikoni kush vendosi të shfaqet. Ish gruaja ime. Sa prekse. Turma lëvizi në mënyrë të trazuar. Toni I tij pikonte helm të maskuar si simpati. Veronika shtrëngoi krahun e tij më fort, duke buzëqeshur, duke e nxitur. Gjoni u afrua më afër, duke u rrotulluar rreth Evës si një grabitqar. Më thuaj, Evo, a e huazove këtë fustan? Apo e bleu Zoti vatër? Duhet të ndiheni e çuditshme, apo jo? Duke hyrë në një vend të tillë pas një jete në, çfarë ishte ajo? Një apartament I shkatëruar? Qeshje u shurdhuan në skajin e turmës. Të pasigurta, të vendosura. Zemra e Evës rahesh fort në gjoks, por ajo refuzoi të ulë sy. Ajo hapi gojen për t'u përgjigjur. Por dora e fuqishme e Ademit mbi shpinën e saj e ndali. Prania e tij e qetë I thoshte, jo ende. Gjoni nuk kishte mbaruar. Ai u përkul më afër. Zëri I tij tani më I mpreh. Të sjellësh fëmijët. O Zoti im, Evo, a ishte për keqardhje? Apo prisni që dikush këtu të ndjej keqardhje dhe t'ju shkruaj një çek? Një val përshpëritjesh u përhap në mes të të ftuarve. Mizoria e fjalëve të tij goditi thellë, duke jehon në përsallë. 3 fishtët u kapën më fort pas Evës, duke ndjerë tensionin. Për një moment Eva ndjeu turpin e vjetër duke u ngjitur, goditjen e njohur të talljes së tij, por pastaj takoi sytë e Ademit, të vendosur, të patundur dhe u kujtua se nuk ishte vetëm. Para se të mund të fliste, Ademi doli përpara. Zëri I tij ishte I qetë, por mbante peshën e një autoriteti që heshti të gjithë sallën. Ju flisni për keqardhje, Zoti Kastrioti, tha pa një shkelje të vështrimit.
por ajo që unë shoh përpara meje nuk është një grua e denjë për keqardhje. Unë shoh një grua që ka dëgjuar më shumë se sa ju ndonjëherë mund ta duroni dhe e bëri atë me dinitet. Buzëqeshja e Gjonit heshti, por ai detyroi një qeshje. Dhe kush jeni ju për të më mësuar mua? Buzët e Ademit u shtrembëruan në një buzëqeshje të ftohtë. Unë jam një burr që qëndron pranë saj kur ju zgjidhet të largoheni. Unë jam një burr që sheh vlerën e saj kur ju e hodhët atë. Unë jam një burr që do të siguroj që bota të mësoj të vërtetën se çfarë lloj burri keni qenë. Salla shpërtheu në pëshpëritje. Veronika u zbe duke ndjerë ndryshimin. Mask e Gjonit u çar. Zemërimi shkëlqeu në fytyrën e tij. Kjo është dasma ime, u grind ai. Ju nuk i përkisni këtu. Eva më në fund bëri një hap përpara. Zëri i saj i vendosur dhe i qartë. Jo, Gjon, ju jeni duke u gabuar. Unë i përkasi këtu më shumë se sa ju mendoni. Sepse ndërsa ju festoni jetën tuaj të re, ju kur nuk do të mund të më fshini mua. As fëmijët që keni braktisur. Ne jemi dëshmi e gjallë se çfarë lloj njeriu jeni me të vërtetë. Pëshpëritjet mbushën sallën. Të ftuarit u kthyen. Sytë e tyre tani të mprehtë me gjykim. Gjoni hapi gojen për t'ju përgjigjur, por asnjë fjalë nuk doli. Për herë të parë, ai ishte ai që u hesht dhe në atë heshtje, perandoria e ndërtuar me kujdes e gënjeshtrave të tij filloi të shembet. Salla gumëzhinte me pëshpëritje të shqetësuara. Ajri ishte i trash nga tensioni. Fjalët e Evës goditën si vetëtim, por tani Ademi po komandonte stuhin. Duke qëndruar me krenari, prania e tij shpërndinte një autoritet të qetë. Të gjitha vështrimet ishin fiksuar tek ai. Nofula e Gjonit u shtrëngua. Mjaft, u grind ai. Zëri i tij dridhej nga zemërimi. Ky cirk po përfundon. Siguria. Por Ademi ngriti dorën pa përpjekje duke e heshtur atë. Para se të përpiqeni ta përzëni atë, zoti Kastrioti, tha ai me qetësi, ndoshta duhet të shqetësoheni për atë që unë solla me vete sonte. Turma lëvizi. Kurioziteti u ndes si zjarri i egër. Të ftuarit shtrin qafat, të etur për dram. Edhe orkestra heshti, harqet ngecën në ajër. Gjoni detyroi një qeshje. Dhe çfarë sollet saktësisht? Keqardhje, fjalime boshe. Kjo është nata ime, vatër, jo juaja. Vështrimi i Ademit u mpre. Toni i tij ishte i vendosur, por vdekje prurës. Ajo që unë kam, tha ai, duke zvarritur në xhepin e xhaketës, është e vërteta. Ai nxori një portofol të hollë të zi dhe e vendosi në tavolinën më të afërt. Heshtja në sallë u thellua. Me një qetësi të qëllimshme, ai e hapi atë, duke zbuluar dokumente të rregulluara me kujdes. Këto, shpalli Ademi, zëri i tij duke i honuar në sallë, janë dokumente financiare. Dokumente që dëshmojnë se Gjoni Kastrioti ka defrauduar fonde nga kompania e tij për më shumë se 2 vjet. Pëshpëritjet shpërthyen. Gotat kërcënuan mbi mermer, ndërsa të ftuarit shkëmbyen vështrime tronditjeje. Disa nxorën telefonat, tashmë duke dërguar mesazhe të etur për skandal. Fytyra e Gjonit humbi çdo ngjyrë. Gënjeshtra, thiri ai. Këto janë të sajuara, ju po përpiqeni të më përlyeni. Por Ademi ishte i pamëshirshëm. Jo të sajuara. Transferta bankare të verifikuara të ridrejtuara në për llogari, kompani fantazmë që fshehin humbje dhe fonde të vjedhura të ridrejtuara për stilin tuaj të jetesës personale, pushime, makina, edhe këtë dasmë. Ai heshti për një moment, sytë e tij fiksuar në sytë e Gjonit. Ju e fto. Dhe kështu, historia që filloi me mizori, përfundoi me shpresë. Ajo që kishte filluar si një natë projektuar për të thyer një zemër, u shndërrua në një testament të pamposhtur të forcës njerëzore. Eva dhe Ademi u martuan në një ceremoni të thjeshtë, të rrethuar nga dashuria e 3 fishtëve dhe nga miqt e vërtetë. Ajo nuk mbajti një fustan të shtrenjtë, por një buzëqeshje të vërtetë, të fituar me mundime. Ai nuk i dha asnjë unas diamanti, por një premtim të patundur për të qëndruar pranë saj përgjithmonë. Gjoni u dënua me vite burg për defraudim dhe mashtrime financiare. Emri i tij u harrua shpejt, zëvendësuar nga skandali dhe pastaj nga indiferenca. Ai e kaloi pjesën më të madhe të burgimit në izolim, duke u përballur me vetëm atë fytyrë në pasqyrë që kishte përpiqur kaq fort ta fshehte. Veronika u zhduk nga jeta publike.
Pasuritë e shpejta që kishte kërkuar nuk I lan asgjë, vetëm një mësim të hidhur për koston e lakmis. Ndonjëherë njerëzit thoshin se e shihnin atë në një qytet të vogël, duke punuar në një dyqan të vogël, shikimi I saj I shkëlqyer I zbehur përgjithmonë. Por Evën nuk e interesonin më fatet e tyre. Jeta e saj ishte plot tani. Ajo dhe Ademi drejtonin fondacionin e tyre për nënat e vetme me sukses, duke ndihmuar qindra gra të gjejnë forcën e tyre, ashtu siç ajo kishte gjetur atë natë në lustrat e Grand Hotel Bristol. Një mbrëmje, ndërsa ata shëtonin për vjetorin e martesës së tyre në balkonin e shtëpisë së tyre, duke parë 3 fishtet e tyre që luanin në kopsht, Eva u përkul drejt Ademit dhe pëshpëriti, "Faleminderit. Faleminderit që më dhe zemrën time përsëri." Ai e përqafoi fort dhe tha, "Tia dhe vetes. Unë thjesht isha aty për ta parë." Dhe kështu, historia e Evës malsor mbaroi jo si një tregim hakmarrjeje, por si një këngë për shpëtim. Për të gjitha gratë që kanë qenë të lëna në errësirë, përfundimi I saj dëshmonte, drita gjithmonë kthehet. Dhe ndonjëherë, ajo vjen nga brenda.